SPAK përfundon hetimin dhe dërgon për gjykim dosjen penale të regjistruar në vitin 2022 për Suel Qelën, Talo Qelën, Ervis Martinajn, Florence Çapjan dhe 7 persona të tjerë. Ata akuzohen se nëpërmjet një grupi të strukturuar kriminal kanë kryer një sër veprash, përfshirë vrasje me paramendim, tentativa vrasje, mbajtje pa leje të armëve dhe shkatrim prone me eksploziv. Dosja përfshin një sër ngjarjesh kriminale të ndodhura ndër vite në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa hetimet për persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal vijojnë ende. Përmes një njoftimi zyrtar SPAK sqaron akuzat ndaj të pandehurve dhe ngjarjet kriminale për të cilat ata akuzohen. Kujtojmë se Suel dhe Talo Qela vijojnë të jenë ende në kërkim, ndërsa fati Ervis Martinajt vijon të jetë ende mister. Ndërkohë, Florence Çapja u ekstradua rreth 2 javë më parë nga Dubai. Hetimet kanë dokumentuar përfshirjen e tyre në ngjarje të rënda kriminale të ndodhura në qytete si Tiranë, Durrës, Elbasan, Kavaj, Shijak dhe Berat. Ndaj Suel Qelës, njohur ndryshe edhe si Marius Lulaj, është ngritur akuza për veprën penale të vrasjes me paramendim, e mbetur në tentativë ndaj Lulzim Mashës, ngjarje ndodhur në 18 janar 2022 në rrugën Hiçmet Buzi, pranë liçenit artificial. I pandehuri Talo Qela akuzohet për vrasje me paramendim të Fatmira Dedajt në shtator 2013 në garazhin e një pallati në Durrës dhe vrasje me paramendim e mbetur në tentativë të Arben Islam Çetës, po në vitin 2013 në sheshin e parkimit te bar restorant Balla në Labinot Fush, Elbasan. Talo Qela akuzohet edhe për vrasjen e rrethana cilësuese të shtetasit Andi Zylyfi dhe plagosin e Ardit Uruçit në vitin 2019 në rrugën nacionale Peçin Elbasan. Florence Çapja akuzohet për veprën penale të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen e shtetasit Sokol Sanxhaktari para datës 30 korrik 2020 në Elbasan, ndërsa i pandehuri Ervis Martinaj për veprën penale të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen e shtetasit Indri Dokle në muajin prill-maj të vitit 2022 në Tiranë.